Për shëndetje miq të dashur, shkojna me vitën e radhës PTK-ja. Miq, dashit më mësu me rajt, do të mengu PTK-n. Se për ndryshe, s'u mësoni. Pra, dashit më mësu me rajt, do të mengu lëvizjen vetëvendosje. Për me vërtetu këta miq, shkojmë të ndëgjojmë videon, të diskutojmë së bashku. Urime fitoria. Qeveres, çdo është me pas shumë projekte që tonë neve na kishin bërë muni krenor, mas shumë të ato që i ka realizu. Po dhe tonë neve si qytetarë të Kosovës. Fatkeqësisht, ka kriza të vazhdueshme. Ka zënë të muhe Arjan Tahiri, çfarë projekte? Këtë krizë lufte, çfarë projekte? Ava që dalë me lip vota. A pak për doket projekti me këthy 16% teritorit? Pak për doket projekti me nalë dinare, me bo këta, me bo... Sikur birot ilegale të Serbisë, shumë tarka të bese. Ka dalë se është luft. është luft këtë botën. Në muni me akuzu kështut. Veç pse po muni. Do të pas fakte për këto sene. Se ju po akuzoni sikur kur është në rregull, edhe kjo është në qeveri që 20 vjet sikur ju, po ju kallëzoni neve çka keni bo. Çfarë projekti ju keni bo? Keni bo asfaltin s'keni pas çfarë pa bo. Sa u kon prej Evropës. Evropa ka investu edhe e keni bo. Edhe mas shumë të keni vjedhës aty. S'po thom ti personal, po thom si PTK. Kështu që shkojnë miq. Ko kriza politike, kush mi dhon dikujt, ata nuk i kanë votat as një mbledh në shkrimet një kandidati. 22 deputet PDK-s nuk mjaftojnë për me apliku. Vesh pak keni apliku për punën e herë. Prandani kur s'ki dokumente. Po thua hin punë, po ti s'ki dokumente as me apliku. Po dhe keni thonë se na kena garu për jo për president, për kryeminist. Po vesh një moment, ja ati po thu. Se ka dhon populli vëlla. Me zgjedhni Po kandidat. çfarë ja dhon se ka dhon populli? A kupton? Nuk demokracia nuk kupton vullnetin e popullit. Bravo. Në epicentër. Jo pazorin. Unë jam super gjeneroz. O gazetar, Albin Kurti nuk bën pazare. Albin Kurti nuk jep tendera. Albin Kurti nuk merr tendera. Albin Kurti nuk jep terminale. E ambasador, më falni, e ambasadore e kutatione. Albini kështu, tap, të sene i ka, të preme. Ti që po thu Arjan Tahiri, po thu me qeveris. Me ka me qeveris o bur. Këj ka 5-7 deputet, s'ka ma shumë. Me Magjerancë i ka 6-7. Qysh qeveris? Ju ku jeni? PDK-ja ku është? Shkojna miq? Duhet i pyesni ata, çish është e mundshme që me këta numra të ulët që i kanë, i bëjnë këto refuzime gjeneroze. Lutem. Aty e keni problemin. është, po thotë jam gjeneroz. Mendoj që është mendësi, Go. edhe është mjaftueshëm çështja e tij, nëse e analizojmë edhe sheni, e logjikës autoritare. Unë jam mbi të gjithë, unë e kam Arjan Tahiri s'është e vërtet. Është mbi të gjithë, kjo është shumë e vërtet. Është më e fuqishëm se të gjithë, është e vërtet. Është më i dishëm se të gjithë, është e vërtet. Por ky pa jap krye parlamentarin. Nuk po i don gjitha. Për hatër normal nuk u du me avdhon. Po ky vetëm mos më shku zgjedhje, po shumë pa. Le këto fore Arjan Tahiri, mos baj gare. Nuk shkojnë kështu. Shkojnë miq? fuqinë maksimale të popullit, E unë ka? do të pos gjitha, ata nuk i kanë, ata s'mujnë as me aplik. O shumë e vërtet. A ka një gënjeshtër të ndërru? Jo. Ti vetë për i vërteton me fjallë tua për i vërteton i ndërru. Ky është realiteti, i ka gjitha. E ka popullin, e ka diasporën. Jënë 51% o ndërru. Pik 11. Qa po tani? Ku dëni me shku, Allah? Ku
kandidue, domethënë shohet formulime tjera, është çështje autoritare me posën kontroll se cilin pozicion, se cilin S'është e vërtet. S'është e vërtet, pa e fut kot, s'është e vërtet. Ky s'po i bën 3, po i bën 2, kryeministrin dhe presidentin. Kryeparlamentarin po ja jep. S'është e vërtet, kallëzohet realitetin. se cilën pjesë së shoqënie e këtij shteti. Është çështje e rrezikshme, nuk i kontribuan as demokracisë, e as vlerat të vendit që i kemë ndërtuar. S'është, Alan Tahiri, o shumë e rrezikshme kjo çka ti po thu. Çka ka bërë rrezik dhe i thash Albin Kurthi? A ka bërë rrezik që ka kthyr 17% territor ta? A ka bërë rrezik që ka hiq kufinin për Mitrovicë ka qenë në vend kush atje? A ka bërë rrezik që ka bërë 1 miliard për ushtria? A ka bërë rrezik që i ka bërë 5 stacione të policisë në Veria? Mos baj garbe pas zotë se marrëm një dikush? Bani bre. Mani se s'bën kështu. Shkojnë me? Bashkarisht që 26 vjet, por nuk kontribuan as perspektivës tashme të vendit. Çështja e presidentit kërkon konsensus. Në pos çështje të hapme, çështje bashkëpunuese, çështje pozitive, më ul bashkarisht, ka fitu, urime fitoria. Qeveris. Që sa mirë po thu. Po ti duhet me bashkëpunu me to. Shumë mirë po thu, bravo të kohët. Qështu është. A mo ti s'përmon fjallën? Jo, si për të kë, nuk përmoni fjallën, sepse ju duhet me bashkëpunu. Ajo është i madhe, a i ka 51%. Apo kupton? E ti po dele për televiziv, po thu, jo, po bashkëpunon. Le mos baj gare por zote. Sa vota i ki? Është torp. Mos e ol vetën djali mirë, se s'banë. Qëfona me që? I kryeministri i Republikës Kosovës, që 6 vjet. Që 6 vjet kryeministri. I zhdosht me pos shumë projekte që tonë neve na... Stop. Këtu në 6 vjet që ka pasë Arjan Tahiri? E harrove pandemin? 2 vjet? Luftën në Izrael? Luftën në Ukrainë, mas pare? E shumë lufta tjera? Ku po shkon me këta 6 vjet të burë? Ku? Mos baj gare po është zotë se na çmend të burë. Na çmend o vlla. 6 vjet. Këshën bo muni krenor mas shumë të ato që i ka realizu. Po dhe tonë neve si qytetarë të Kosovës. Na jem krenar familës zotit, për shta e këna dhonë 51%. Na jem krenar shumë. Pse ti si e krenar diçka tjetër, por na jem shumë krenar. Diaspora, popullin Kosovë, Shqipnije, në Maqedonije, kudo, në tonë, Malëzije, na jem shumë krenar. Na jem shumë të lutër me to. S'ka se më mirë, absolut. I jep zotë dhe i qivje tjera. Ta e raga. Fatkeqësisht, ka kriza të vazhdueshme, ka kriza politike, kriza... A krizë po ka Amerika? Krizë ka dhe këtë Evropa. Luft, o Iran, luft. Normal që ka kriza. E s'po ka në Kosovë kriza. Kriza me juve mas pare. Ju a jeni ata që me poni krizën. Ky po në shope. Hej, krye parlamentarin për e jep. Ambasadora po jep. Ministrin e drejtësisë. Jo, të ambasadës. Ambasadorin. Që në këtë rast është kë Konjusa. Që po të rima shumë vëllo. E ti po thue, jo po blokon Albin Kurthi? Jo. Krizat politike po përkthehen në krizë e në sfidë jetës të përditshme qytetarëve të Republikës së Kosovës. Që punoni... Po shkak juvit. Po. Rrugën e 13 e ka marrë. Po ka marrë rrugën e 13. Rruga 13 është e vlerësoj pozitive, po rruga 13 është... Bravo, Allah të koftë. Po mos shkreto diçka po është zotë amonit koftë. Po hajde shkojmë miq? 100% politike. Është 8% nëse përkthejna në 12 muaj rritje e pogës. Po shumë më mirë është më rrit rrugat 50%. Se vre po ja fut këtë burë si Petri Homza
Pse për ja fut ku 50% më rritë rrogë ojë ndërum? Ta i kare i ka përnë? 8% është bërë qatë versëm. Nuk e ka këse lukse me bot 50% rrogat. Ju inë ata që gënjini, thënë i boni 50% kër je puna si boni as 5% as 2%. Mos dirë me gënjë aty se marë poshtë zoti, a mboni të koftë. Ju këtë 50 që ne keni kështu, vëlla, sa kizime në vup. Kur dini me li vota, ju 50 që ne keni kështu, ashtë i qare. 50-70%. E rritëm në rrogat, i bojmë të. Ma probal me gënjë, sra më mos gënjë një burë se zbën. Ka generalitetin e vëlla. 8% është tamon. Masi pe krazon të 1%. Po rroga 13 është normale. Po një pëntore. Masi o bo të ora, burë. Ma nëse shkan kështë. Me thonë me morë dhe rrogën e 18. Të posë Rrogën e 18, a? A ka një shtetë në botë tukun që e rrogën e 18? pasysh inflacionin aktual të kohës që është. Pro, është një element politik, tash po e shohim këtë tendencën tjetër me i bot 200 milion euro bashk, e me i shpërndo me 30-31 maj, e mu bogoti me shkull. E po që kjo është e ndërum, që ju s'kini bu kur gjë, e Albinin duhet me pru nivelin e duhur. Jo thmija juj, miliona, e populli s'ka buk me hongër. E në këtë qeverisje, është e kundër ta. Edhe thmija juj, edhe thmija jonë, një të ras. Me që se thmija juj e mbo milionera, tash, jo t'i bëjmë përgjësi, PDK, LDK, këtë milionera e në. A pople, gjishtin goj. E tash për del për folë të për morale, për pare, për aseja, mare, burë, se zbalë, nuk e shkoj për seta që është në vjerë për pëllore. Do me punu për këtë punë. Ishtë duf me punu për këtë punë. E sot vazhdojnë që shtu dhe që kemi shku të poshtë. Me këtë qasë që jeni jo, Zotë jeni moftë. Në zgjedhje me shtatë qershore. Po, është blerje klasike e votës. Ja, nuk kem sa me në gjumë, se për ja fut këtë, u dalë për kontrol dhe kretë. E ka shu Albini Cilini. Për besë, do këtë po e pas ka shu Albini Cilini. Se me dalë me folë shtë në televizione, me gënjë ashtë i qare, është turpi botës. Sot një shqiptarë, pa marë parësuj qka është, me dalë me folë keq kundër Albinit, është turp. është turp se këtë botë është. Unë e di që të je politikan, unë e di që mundohesh me asi, po ju në këtë mënyrë. Në të moment që të ja u meritat që ja i ka bo, populli ishte këto sene. Populli ishte këto sene. Kështu që e keni kotë, mos e mundonin këtë mirë heqë. Mishë të dashë, kjo ishte video pra, për sot, u detyrova me bo se e parë që Arjan Tahirin në program televiziv, të shkretuë. Jo kështu, jo për ato, jo për 50%, jo për ble votat, jo për ble votat, jo për kështu. Votat si blen, Albin Kurti, populli voto vetë. Tash edhe pak keni me thonë që edhe diasporë me blen. Miq, Zoti rujt, mirë po shumë, vitë rallët.